Unë po sprovohna, po nuk po e di. Nuk po e di me këtë sprova, e kam nëjë provim unë, e po du të me kalu tek Zoti, apo mos e kam do një dënim, po më dënon Zoti. Sepse sprovat kur e godasin besimtarin musliman, ato janë do me thonë dy llojesh. Një lloj i sprovave vjen, që i qënë Allahu i madhruar, për shkak të gjunaheve të mëdha që i bojnë robrit e tij natën edhe ditën, edhe nuk ndalen, Allahu i prete edhe një kohë i spravan edhe i dënon. Ky lloj pra i sprovave është dënim. Lloji i dytë i sprovave është kur besimtari është në rrugë të Zotit, i kryen unat e Zotit, aq sa ka mundësi, dhe nuk bën gjunahe të mëdha. Nuk investon në gjunahe të mëdha, ka mundësi ka gjunahe të vogla që janë në natyrën e njeriu të rëndëmt. E pastaj çka edhe sprovohet. Dhe tash ky bën pyetje, thot po në haram me gjunahe të mëdha s'jam të bë. Pse më ndodhi kjo sprovë? Kjo sprovë ka ndodhur për me të provuar ty Zoti se a jeti durimtar apo e kalon një provim. Cili provim? Provimin e durimit. Sepse kemi shumë provime në jetë. E një prej provimeve që duhet me kalu nga besimtarët musliman është që kur të godasin sprovat apo fatkeqësit, duhet me dhon provimin e sabrit. Është do me thonë kapitull në veti sabri, edhe çka duhet me qenë sabërli, duhet me qenë durimtar, edhe çka duhet me thonë qadar Allah wa ma sha fal. Allahu ka bo kader, Allahu ka caktu dhe është ba, ka ndodh ajo të cilën ka dasht Allah. Sepse nuk ndodh ty ndonjë e keqe, ndonjë sprov pa caktimin e Zotit. Nuk ka mundësi edhe krejt bota dhe krejt njerëzit me u quhe, edhe me ta marë për shembull një evlat tonin, vajz apo djalë qoftë, nëse Allahu nuk ka thonë, nuk ka mundësi me ja marë shpirtin. Ka mundësi me dëmtue anën fizike. Ka mundësi ata me quhe aktin e vrasjes deri në fund, po në fund s'munden me ekzekutue. Edhe pse ja kanë dhënë disa goditja apo disa plumba, po çka Allahu e mbron shpirtin e fëmijut tan e robit vet. Mirë, po ata e kanë vrarë, po çu thot populli Zoti se ka vrarë. S'ka leju Zoti. Andaj pra, secili prej nesh tash, kur të na ndodhin sprovat në jetën e kësaj bote, duhet me ndal me pa veten. Qysh është në raport me Zotin e tij. Dhe nëse si ki raportet mirë me Zotin, dije me njëherë dije se është dënim të ardhur. E pse apo don Zoti me të shkatërrua? Jo, po don me dënue që me të vetë dijsu ty, mos me të lanë me të dënu në botën tjetër. Se ma let është vllazën me i bardh pasojat e gjunaheve në jetën e kësaj bote. Se sa runa Zot me na sprovo Zotin varr. Apo runa Zot me na sprovo në ditën e gjykimit. Edhe runa Zot me thonë je prej banorëve të zjarrit, pastrohu në zjarr xhenemit. Shmo dikush pa i besimtar, po edhe besimtar të futen në zjarr. Pastrohen një kohë të gjatë, e pastaj pasi që të pastrohen, Allahu i nxjerr prej zjarrit xhenemit, ama vllazën në ditë atje me ne në zjarr xhenemit është sa 1000 vite të jetës së bote. Runa Zot, inshallah Zoti as një minutë, as një sekond nuk na fut zjarr xhenemit, se atje nuk janë sekondat, minutat, ditët e kësaj bote. Pra një ditë e botës tjetër është sa 1000 vite në jetën e kësaj bote me jetuti. E vesh një ditë me shtin Zotin zjam xhenemit, runa Zot. Andaj pra, duhet me pas kujdes që nëse na godasin sprovat dhe jemi duke bo gjunahe, ka ardhur dënimi i Zotit, po na vetdijson Zoti edhe po na këndell, po na kfill pak. E nëse jena mirë me Zotin, e po na vinë sprovat, dije nëse Zoti po dën. Qysh po dën? Zoti ka ne dën e sprovon jetën e kësaj bote. Zoti ka ne dën e sprovon jetën e kësaj bote. Andaj pra, duhet me pas parasysh se këta që i dën Zoti i sprovon, e dini pse i sprovon? Se dën me ja uni zanin tu lutaj me i thonë, o Zot, ndihmon të ka lekit sprovë. O Zot, më ka ra ky virus, largoma prej trupit tem, largoma prej familjes tem, largoma prej xhamatit tem, largoma prej venit tem, largoj edhe prej krejt rruzullit toksor. Don Allahu ty, po don Allahu me tani zanin. Qohesh natën kur ti jetë flen, e Allahu po don me të pa ty, të për ullur, të përgjëruar, të përlotur, duke lut Allahun.
edhe po knaqet Allahu. Po donë Allahu me ta dëgju ty fjalen astaghfirullah, të kërkoj falje o Allah. Më falo Allah, më falo Allah, më falo Allah. Po donë Allahu me ta dëgju fjalen tane duke e thonë, o Allah, te këti pendohem, po pendohem, po I bje pishman këtyre gabimeve, gjunaheve që I kom bot, vogla apo të mëdha qofshin. Po donë Allahu me ta një gjuhën tane duke u lag me dhikr, duke thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Fjalet ma të leta dhe ma të dashura tek Allahu gjelle shanu. Andaj pra mos u shqetësa. As mos u dëshpra nëse je mirë me Zotin, pse po të vinë sprovat. Po donë Allahu ty me ta dhoni ders në mësim me thonë, o robi jem, a pishe sprovat sa të mëdha ti kom qu, po, të kom shti në radhën e pejgamberve se që shtu I pa ta sprovue edhe ma të dashurit e mi pejgamberet. Shikaj e në Nuhin a.s. Pejgamberi math. U sprovue në ma të dashurit e ti, në vladin e vetë edhe në gruan e vetë. Ose hajdi ma knena pas taj pejgamberet e tjerë, që shenë sprovue Ibrahimi, me ma të dashurin e ti me babën e ti, e lutke, o baba jem, mos I bësh shok Zotit, adhuroj e Zotin, e lutke, me zemër edhe me shpirt. Ose edhe pejgamber tjerë, deri te pejgamberi I fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sprova të një pasnishme deri sa edhe e përgjaken në Taif. Deri sa qka e përgjaken edhe në betejën e Uhudit. Por qka ata çdoher mas provave dilshin ma të fort, dilshin edhe ma të mirë se sa që ishin para sprovave. Kështu du të me qenë edhe besimtari musliman. Andaj mos harroni se çdo njeri prej besimtarve mund të sprovohet në veten e tij, me smundje të ndryshme. Nga njëherë sprovohesh o vlla me mërzi, qohesh prej gjumit, krejt jenë regull, je që e ke falë sabaj, nashta e ki gjamin afër në lagje, e ke falë në gjami, kthehesh shpi mërzitën, I lodhën diqysh I pa disponum. E dini pse? Se Allahu po dënë me njëherë ma sabajt, kuro bereqeti madh me të pastru, se deri sa ki mërzit, deri sa ki halë, deri sa ki brenga, deri sa ki dhembje, deri sa ki shqetësime, krejnë që gjatë qisa I kohë, nëse ti nuk shanë, nuk bërtet, nuk thënë, nuk pëngjona që si takojnë besimtarit ti e vetëm duke u pastru pe I gjunave, nashta thirët e zani drekes, Allahu akbar, edhe ti vjen drek pa gjunave, se e pastru pe I sabajt se I ke pas do vujt I do mundime. Të gjitha këto vllazen janë sprova të dynjas, dhe këto janë mat leta. Ne po kemi edhe një lloj sprovave tjera që janë sprovat e dinit, sprovat e fesë. Sprovohet njeriu në fe. Qysh moret mos sprovon fe? Që tash mas xhamoje e kena I kindin. Me bo me lon dikush I kindin mos me fal është sikur me ju shkatrue familja dhe pasunia e tina. Me bo me lon I kindin sot. Mos me fal, apo nesër, apo gjatë jetës tone, nuk e fal I kindin, ka arnë hadithe autentike të vërteta se ai që e len I kindin me qëllim, është sikur me ju shkatërue familja tina dhe pasunia tina. Qa kishëm bona vllazër dikuj që tashti me hi flaka në kohën e I kindis. Na kishëm me lanë qka edhe namazin, edhe kishëm me dalë, I kishëm lonë për parësi familjes, mi a shpetu familjen. Mi a shpetu shtëpin se e ka 3-4 që të njetën ka mledh holla menze, e ka ndërtu, ka investu të njetën. E mire, sa I kemi na në për shtëpia tona, e në familje tona, e në I kindije, 2 I kindija, e 10 I kindija, 100 I kindija, mira I kindija nuk I fali që. A keni marë masa? A I në interesu me shpetu ata? E familjen e ti, e pasurin e ti, se nashta e ki vlla, nashta e ki motër, nashta e ki nan, nashta e ki bab, nashta e ki shok tjetës. Por kjo është sprovë ndin. A peshe sa njerëzit janë në rrugëve, nuk e falin gjëmon. A ka sprovë më të madhe për ata që s'kan arsye të justifikueshme fetare, sheriatike me lënë gjëmon? A ka sprovë më të madhe? Nuk ka. E me po me qenë ata antarë të familjes tonë, po flasë për gjinin mashkullore, atër sprova fatkeqësia është me e madhe se na ka godit brenda familjes. Ose ti zgjohesh me falë sabahin, edhe në shpitone si kur hajni ka dalë, mos I ndes drita,
Edhe në banjë, ka dalë mëse lëshavujt se për i qenë antarë të familjes. Thu që jetë e bona i krim, pse se krejtjen flejton, nuk u zënë shpitane me falë sabajnë që është dohet. Nuk u zënë me ledzu Kur'anin me zotë që është dohet. Mos e ngritë zonë. Pse për i qenë antarë të familjes? A peshe që është ka godit sprova në din, se antarë të familjes ta kanë refuzu, ta kanë bojkotu, ta kanë sabotu sabajnë. Runa zëtë. E me i pas të probleme, besëm një s'kem nevoj të në me dalë jashtë ta mureve të shtepis heq. Heq mos i këshër tjertë. Jo filoni kështu, alani kështu, këtë unë gjemë. O, ti tut këshëri, ma të dashurit nisja. Nanën tane, babën tanë, e vletët tu, gruën tane, vlazit motat, pas ta i dilë të jashtë shtepis. E të na o borën luge, shpinë luge, kështë e po dalë për pas taj rrugën e po i pas taj o borët e këshive. Je tanën se cili prej nesh. Se këj me të kesh është një kur nuk o regulluar prej koke me thonë urdhën nga i pari shtetit që mbreta, monarka, princa, kretara, qa është aj? Edhe me thonë u dha urdhën bo për kejtë mirë, kur së po kështë? Po shka ka fillue nga poshtë, duke shku lartë, qysh poshtë me masën e thjeshtë, me masën e gjërë. Se që ke masën e thjeshtë, që ke masën e gjërë edhe kryta që të mirë edhe të kesh.